ka ana tjetër që është shumë e rëndësishme. Pra ju thash, mbaj përgjegjësi, është hedhë brenda ambienteve të Partisë Demokratike. Një polici, unë dua të mirëkuptoj cilin do polic, i cili punon, dhe dua patjetër që ta mirëkuptoj në detyrën e tij fisnike që ka për mbrojtjen e sigurinë tonë, qytetarëve të shqiptarëve, por nuk mirëkuptoj asnjë patronazhist, asnjë mercenar të Partisë Socialiste, i cili vesh uniformën e policisë së shtetit dhe tërheq zvarr qytetarët siç i keni parë. Është ngjarje vërtet e rëndë. Kanë qenë pamje të cilat unë mendoj se cili do shqiptar që ka parë ato pamje ka kuptuar që Edi Rama është një panik të jashtëzakonshëm. Cilado qoftë arsyeja, policia e shtetit nuk mund të pranojë të marrë urdhra mercenarësh dhe të veprojnë si mercenar. Ka tërheqjen, patjetër ka, dhe ju siguroj që ka pasur nga ata qytetarë të cilët nuk kanë pas asgjë në duar, po kanë qenë duke protestuar në mënyrë paqësorë, kanë të drejtën e tyre. Partia Demokratike ka bërë akuza, pra ka denoncime ndjes për këto çfarë ka ndodhur, për protestën e djeshme, pra me që është përdorur se kemi edhe një deputet të sulmuar. Do dalë edhe tek deputeti. Pra, më thoni në cilin vend botës keni parë që në mënyrë të drejtë për drejtë ju e keni parë si shkon policia një deputeti të kuvendit apo jo? Është e tmerrshme ta shikosh. Pra, një deputet i cili është i mandatuar për të bërë politika publike, për të përfaqësuar njerëzit atje, policia e shtetit i shkojnë si të ishte kriminal. Jo, kriminalëve nuk i shkojnë, se nuk guxojnë, se bashkëpunojnë me ta, ndajnë parat, ndajnë interesat. Por një deputetit Partisë Demokratike i shkohet në atë mënyrë. Kjo është e tmerrshme realisht, edhe gjej rastin për të thënë të shkuara deputetit, i cili në detyrën e tij fisnike në mbrojtjen e qytetarëve që i kanë besuar, ka qenë me qytetarët e tij aty për të protestuar. Nga ana tjetër, unë kam parë mbrëm një irritim dhe kam parë një panik nga policia e shtetit që nuk e kisha parë asnjëherë. Nuk e kam parë në asnjë protestë atë që kam parë mbrëm. Unë mbrëm kam parë fundin e Edi Ramës. Dhe kjo nuk është retorikë politike. Kjo se ju do thoni këto janë klishe që i ne kemi dëgjuar shumë herë. Unë po ju them, kam parë një irritim të cilën nuk e kam parë asnjëherë. Pra, policia e shtetit të sillet si mercenare, policia e shtetit të tërheqë zvarr qytetarët e Republikës së Shqipërisë, të cilët janë duke protestuar dhe janë duke protestuar për parlamentit. Atij parlamenti që është prodhuar me mandate krimi, atij parlamenti që është prodhuar me mandate droge, atij parlamenti që është prodhuar me mandate korrupsioni dhe parate vjedhura të korrupsionit, të parave të akshit, të tunelit të Llogaras, të tuneleve të tjera, të parave publike që ndahen çdo ditë për ato 83 mandate që i tund Edi Rama. Dhe këta 83 deputetët janë strukur dhe asnjëri nuk del as në studiot televizive të japë llogari e as përpara qytetarëve, por janë atje në selinë e krimit në Partinë Socialiste për të shërbyer kreu të narkoqeverisë që quhet Edi Rama. Pra, këto 83 mandate, të cilat ky thot unë i kam fituar, shqiptarëve duhet ja u themi që këto janë mandate krimi, janë mandate korrupsioni, janë mandate të bandave kriminale, janë mandate të Sinaloas, janë mandate të trafikut të drogës ndërkombëtar dhe kombëtar.